Pijet energjike janë kudo nëpër markete dhe dyqane. 1 deri në 2 fëmijë pothuajse çdo muaj kërkojnë ndihmë për trajtim mjekësor në klinikën e pediatrisë pas rëndimit të gjendjes shëndetësore nga konsumimi i pijeve energjike. Pediatri Petrit Gjaka përmes një mediumi ka njoftuar se kemi 1 deri në 2 pacienta në muaj që paraqiten në klinikën infektive me probleme për shkak të abuzimit me pijet energjike. Zakonisht vinë me çrregullim të ritmit të zemrës dhe me të rrahura të shpejta, me ankth dhe shqetësime të cilat kërkojnë trajtim mjekësor. Fatmirësisht, asnjëherë nuk kemi pasur ndonjë rast të rënd, mirë po të gjitha rastet kërkojnë menaxhim të ekipit mjekësor. Përveç fëmijëve, trajtim kërkojnë edhe të rriturit në klinikën e kardiologjisë, por siç tregon kardiologu, zakonisht të rriturit kanë edhe probleme të tjera kardiologjike, mirë po pijet energjike edhe më shumë ja u rëndojnë gjendjen shëndetësore. Doktorët kërkojnë që pijet energjike të shiten me sasi dhe moshë të limituar, ndërkohë Kuvendi i Kosovës me 5 dhjetor të vitit 2024 ka miratuar në parim projekt ligjin për ndalimin e përdorimit të pijeve energjike për personat nën moshën 18 vjeç.